Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në lidhje me videon e publikuar një ditë më parë ku ironizon me kryeministrin Dimitar Kovacevski, duke prezantuar atë si kryeministër i ardhshëm i Bullgarisë Perëndimore. Në atë mënyrë Rama thotë se ka ironizuar bllokadën e shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë. Opozitarja VMRO DPMN kërkon dorëheqjen e Kovacevskit. Në Stamboll të Turqisë është mbajtur për herë të parë liturgjia e përbashkët mes Kishës Ortodokse Maqedonase, Arkipeshkvia e Ohrit dhe Patriarkanës Ekumenike. Me këtë liturgji të përbashkët i jepet fund përçarjes disa dekadashe mes Kishës Ortodokse Maqedonase dhe asaj serbe. Në ditën e çlirimit të Kosovës nga okupatori serb, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë nderuar figurat emblematike që kontribuan për lirinë e Kosovës. Ata falenderuan të gjithë kontributdhënësit që mundësuan lirinë e Kosovës. Bllokada në detin e Zi për shkak të agresionit rus po sjell kaos në ekonominë e shumë vendeve. Lindja e mesme, por dhe Afrika e Azia, të cilat varen nga Ukraina për drithrat dhe vajrat bimor, mund të përjetojnë zi buke nëse nuk marrin furnizime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se kjo luftë për ushqimin mund të sjellë rrëzimin e shumë qeverive. Mbrëma të nderuar, jeni me lajmet orës 23 në Klan Maqedoni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në lidhje me videon e publikuar një ditë më parë ku ironizon me kryeministrin Dimitar Kovacevski, duke prezantuar atë si kryeministër i ardhshëm i Bullgarisë Perëndimore. Në atë mënyrë Rama thotë se ka ironizuar bllokadën e shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë. Ndërkohë opozitarja VMRO DPMN vazhdon të kërkojë dorëheqjen e Kovacevskit. Disa i quajtën shaka pa krip, disa ironie tallje, të tjerët fyerje dhe poshtërim. Kanë vazhduar dhe sot reagimet pas videos së publikuar të shtunën ku shihet se si kryeministri shqiptar Edi Rama, përmes ndërhyrjes me shaka para kancelarit Gjerman Scholz, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevskin e quan kryeministër i ardhshëm i Bullgarisë Perëndimore. Prime Minister of North Macedonia, Prime Minister of Albania. How are you? Great to see you again. Future West Bulgaria. Kryeministri shqiptar është shprehur se në atë mënyrë ka ironizuar bllokadën, siç e quajti ai, të shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë. Për të qeshur dhe qarë histeria e disave në Shkup ndaj kryeministrit Kovacevski, pas publikimit të videos së duashtëngime me kancelarin Scholz në Selanik, ku ironizova bllokadën e shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë, sherme i haneje mes timit të qofteve. Nga VMRO DPMN-ja opozitare kanë përsëritur se Dimitar Kovacevski nuk duhej të lejoj poshtrime të tilla ndaj vendit dhe përveç kërkim faljes kanë kërkuar edhe dorëheqjen e tij. Kjo sjellje e Kovacevskit është e turpshme edhe e mirë. Për një fyerje të tillë të vendit të vet ai jo vetëm që detyroi të kërkojë falje, por edhe të ofrojë dorëheqje si akt përgjegjësie për turpin e shkaktuar në skenën ndërkombëtare. LSDM është ajo që detyrohet për kërkim falje për këtë sjellje të Kovacevskit, por ata vendosen që ta mbrojnë. Por nga LSDM theksojnë se VMRO DPMN duhet të kërkojë dorëheqjen e kreut të saj, Hristian Mickovski, i cili mori pjesë në kongresin e IPP në Rotterdam, ku miratua rezolutë e cila është në kundërshtim me rezolutën ku janë të përfshira qëndrimet maqedonase. VMRO DPMN fillimisht duhet të kërkojë dorëheqjen e Hristian Mickovskit. Ai është personi i cili mori pjesë në Rotterdam në kongresin e EPP ku është miratuar rezolutë në të cilën janë vendosur pozicionet bullgare. Pikërisht Hristian Mickovski është ai që duhet të kërkojë falje nga qytetarët dhe duhet të jep dorëheqje. Në videon që ka qarkulluar të shtunën, shihet si paradarkës pas samitit të vendeve të procesit të Europës Juglindore, kryeministri grek, njëherësh edhe Nikoqir, Kyriakis Mitsotakis, ja prezanton kancelarit gjerman ysafiret e lartë. Kur erdhi radha tek kryeministri i Maqedonisë së Veriut, pas prezantimit formal, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri një ndërhyrje ku me të qeshur tha se ky është kryeministri i ardhshëm i Bullgarisë Perëndimore, pas çka vijuan të qeshura nga të pranishmit dhe bashkë me ta qeshi edhe Kovacevski. Ish-zëvendës kryeministri për integrim evropian Vasko Naumovski vlerëson se megjithatë ekziston një shans i vogël për largimin e vetos bullgare për Maqedoninë e Veriut deri në samitin e 23 qershorit. Sipas Naumovskit, kjo mund të ndodhë nëse bisedimet mes ministrive të jashtme ofrojnë ndonjë bazë të mirë që zgjidhjat të kalojnë në një nivel më të lartë politik.
Edhe për skaj kohës së shkurtër të mbetur ish zëvendës kryeministri për integrime europiane, Vasko Naumovski vlerëson se megjithatë ekziston një shans i vogël për largimin e vetos bullgare deri në samitin e 23 qershorit. Ai në intervistën javore për Radion Europa e Lirë theksoi se një gjë e tillë mund të ndodhte nëse bisedimet mes ministrive të jashtme ofrojnë ndonjë bazë të mirë që zgjidhja të kalojë në një nivel më të lartë politik, atë të kryeministrave dhe presidentit bullgar Radev. E shohim se në disa javët e kaluara kishim aktivitete të përforcuara nga ana e presidencës franceze pas zgjedhjeve parlamentare në Francë, angazhim personal të presidentit Macron, angazhim nga ana e përfaqësuesve të lartë të administratës amerikane, si dhe angazhimi i përforcuar i partnerëve të tjerë evropian. Këtu është edhe vizita e kancelarit Scholz në Shkup dhe Sofje, me çka besoj se do të tentojë që të shterojnë të gjitha mundësitë që të arrihet përparim. Ajo që mbetet deri në fundin e presidencës franceze është mbajtja e të ashtu quajturit summit me vendet e Ballkanit Perëndimor më 23 qershor. Nëse humbet perspektiva europiane, Naumovski thekson se kjo gjë do të ndikonte në zbatimin dhe mbrojtjen e marrëveshjes së Prespës, duke nënvizuar se ajo marrëveshje ishte promovuar si dokument që do të ndihmonte integrimet europiane të vendit. I gjithë tregimi me marrëveshjen e Prespës mbështetje në antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nëse perspektiva evropiane e Maqedonisë mbetet e paqartë, do të përforcohen të gjitha zërat që thonë se të gjitha sakrificat dhe lëshimet që i bëri Maqedonia me marrëveshjen e Prespës ishin të kota dhe do të përforcohen tezat se marrëveshja e Prespës ndoshta mund të ketë nevojë të përshtatet. Ai shtoi mëtej se pas invazionit rus në Ukrainë mund të pritet që të rritet vetdia për nevojën e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi, siç tha ai, zgjerimi tashmë një kohë të gjatë nuk trajtohet vetëm si një politik ku BE është e pavarur nga të tjerët, por është e lidhur ngushtë me politikën e sigurisë europiane. Nisur nga kjo, Naumovski nënvizoi se procesi i zgjerimit është në drejtim të stabilitetit të Ballkanit Perëndimor dhe me të largohen të gjitha rreziqet e mundshme të sigurisë që do të ndikonin negativisht në pjesën tjetër të Europës. Në Stamboll të Turqisë është mbajtur liturgjia e parë e përbashkët mes Kishës Ortodokse Maqedonase Arkipeshkvie Ohrit dhe Patriarkanës Ekumenike. Me këtë liturgji të përbashkët i jepet fund përçarjeve disa dekadashe mes Kishës Ortodokse Maqedonase dhe asaj serbe. Përmes liturgjisë së përbashkët të Kishës Ortodokse Maqedonase Arqipeshkvia e Ohrit dhe Patriarkanës Ekumenike në Katedralen e Patriarkanës Ekumenike, Shën Gjergji Fitimtar në Stamboll, i është dhënë fund përçarjeve disa dekadash mes Kishës Ortodokse Maqedonase dhe asaj serbe. Kjo është liturgjia e parë e përbashkët pas pranimit të kombit në komunitetin liturgjik dhe kanonik me kishat e tjera ortodokse. Gjatë liturgjisë, ju dha hapësirë edhe kryeministrit të Maqedonisë Veriu Dimitar Kovacevski që të kyqet në lutjen edhe në gjuhën maqedonase dhe të lexojë një pjesë të lutjeve. Besojmë se kjo ngjarje nënkupton mirëkuptimin tuaj të plot për madhështinë e dhuratës së Kishës Am ndaj popullit tuaj, por edhe për përgjegjësinë që e bartni, duke hyrë nga sot në botën mbar ortodokse. Pas predikimit të patriarkut Bartolomej edhe kryepeshkopi Stefan mbajti fjalim ku mes tjerash tha se do të punojnë me përkushtim të madh për ngritjen e kishës. Ju e dini mirë dëshirën e madhe të hierarkisë sonë dhe të popullit tonë ortodoks, dhe ne nuk e fshehim atë nga ju dhe para jush dhe para anëtarëve të hierarkisë së shenjtë të kishës tuaj dhe të popullit besimtar që e përkrajnë atë. Ta shohim Arqipeshkvinë e Ohrit të restauruar dhe të rregulluar si kishë autoqefale. Kontesti kishtar mes Kishës Ortodokse Maqedonase dhe asaj serbe është që nga shekulli i kaluar, pasi kjo e fundit nuk e njehte autoqefalin e kombit me çka kishte përçarje. Muajin e kaluar, Kisha serbe mori vendim që të rinovoj komunitetin liturgjik dhe kanonik të dy kishave si motër, pas shka pas disa ditëve u mbajt liturgjia e pajtimit në Beograd mes dy kishave. Më 5 qershor, patriarku i Kishës Ortodokse serbe Porfiri ja dorëzoi kryepeshkopit Stefan dokumentin për njohjen e autoqefalisë së kombit, ndërsa më 9 qershor
Patriarku ekumenik Bartolomej ja dorëzoi kryepiskopit Stefan aktrin patriarkal dhe sinodal të Patriarkanës Ekumenike për pranim të autoqefalisë së Ohrit në komunitetin liturgjik dhe kanonik. Megjithatë, dorëzimi i aktit patriarkal dhe sinodal nuk do të thotë edhe dorëzim të dokumentit për autoqefali me të cilën zyrtarisht rregullohet emri ndërkombëtar dhe statusi i komit, por paraqet njoftim se ajo nuk është më në përqarje me gjithë kishën ortodokse dhe se priftëritë e saj mund të shërbejnë me priftëritë e kishave të tjera lokale. Për përcaktimin e statusit përfundimtar do të vijojnë negociata shtesë. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski nga Ohri, ku përmbahet samiti evropian për digitalizim të gjyqësorit, tha se duhet siguruar vullnet politik për transformimin digital të gjyqësorit në vend, sipas tij transformimi digital i çdo sfere është tashmë realitet i ri. Detyra e parë dhe kryesore është të sigurojmë vullnet politik për transformim digital të gjyqësorit, kështu ka porositur sot presidenti i vendit Stevo Pendarovski nga Ohri. Ai tha se transformimi digital i shoqërive tona tashmë nuk është vetëm vizion teknologjik i individëve apo lëndë e diskutimeve akademike dhe profesionale, por realitet yni. Besoj se vullneti politik për digitalizimin e gjyqësorit do të rezultojë me përparim real dhe të konsiderueshëm në këtë fushë, në të cilën më vite, për arsye të ndryshme nuk shënojmë progres më të dukshëm. Në atë aspekt mund të prisni mbështetje të parezervë nga unë. Pendarovski shtoi se ndryshimi kyç ndodhi me krizën e madhe shëndetësore me paraqitjen e pandemisë, e cila siç theksoi nuk ishte sfidë e madhe vetëm për sistemet shëndetësore, por edhe për administratën shtetërore dhe gjyqësorin në tërësi. Problem shumë më i madh kishte mbyllja e organeve gjyqësore, posaçërisht kur u bë qartë se hetimet dhe seancat nuk mund të prolongohen për periudha të gjata, ndërsa nuk ishte e qartë se sa do të zgjas kriza. Në situatë të tillë u parashtroi pyetja se si mund të shfrytëzohet teknologjia digjitale që organet gjyqësore të vazhdojnë të kryejnë funksionimin e vet në periudhë të krizës së prolonguar me fund të pasigurt. Ndërkohë, ministri i drejtësisë Nikola Tupanqevski theksoi se seancat në distancë po bëhen realitet dhe me to do të ulet korrupsioni dhe do të rritet transparenca. Sipas tij, digitalizimi do të realizohet në mbi 186 seanca në 34 gjykata. Edhe një protestë u mbajt në Shkup kundër agresionit rus në Ukrainë. 10 qytetarë dolën para ambasadës ruse ku me parulla të ndryshme me dhurata ilustruan krimet ruse në Ukrainë. Me parulla të ndryshme me dhurata ilustruese për krimet ruse në Ukrainë, 10 qytetarë përfaqësues të komunitetit ukrainas dolën në protestë para ambasadës ruse në Shkup. Sakam da se obratam do ambasada. Unë dua t'i drejtojmë ambasadës, përse nuk mund të paguani rrogat e ushtarëve, përse vjedhin, përse vijnë tek ne në Ukrainë dhe na vrasin. Çfarë doni me këtë? Udhëheqësja organizatës Lesja Ukraina në Shkup tha se deri më tani janë vrarë 260 fëmijë nga konflikti në Ukrainë. Vojnata v Ukrainë traje. Lufta në Ukrainë vazhdon prej 109 ditësh, ku deri tani vdiqën më shumë se 260 fëmijë dhe numri po ndryshon çdo ditë. Edhe në këtë moment kur ne jemi mbledhur këtu në Ukrainë po vdesin fëmijë. Rusit e sakat dëshivejet vë gjubre. Rusët duan të jetojnë në plehra dhe dëshirojnë që edhe të tjerët për rreth tyre të jetojnë njësoj. Ukrainasit janë një popull i lirë. Sklevrit nuk mund të mposhtin kur një popull të lirë. Робові никогаш не може да победат слободен народ. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Геть з України, москаль некрасивий! Me këto brohuritje përfundoi protesta e cila ishte e qetë dhe zgjati rreth një orë, ku mes protestuesve kishte edhe fëmijë. Blokada në detin e Zi për shkak të agresionit po sjell kaos në ekonominë e shumë vendeve. Lindja e mesme, por dhe Afrika dhe Azia, të cilat varen nga Ukraina për drithrat dhe vajrat bimor, mund të përjetojnë zi buke nëse nuk marrin furnizime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se kjo luftë për ushqimin mund të sjellë rrëzimin e shumë qeverive.
Ukraina, një nga eksportuesit më të mëdhenj të grurit në botë, po kërkon mënyra për të nxjerrë drithrat dhe vajrat bimor jashtë vendit, pasi dërgesat u bllokuan pas pushtimit rus në shkurt. Lufta së bashku me sanksionet perëndimore kundër Rusisë ka rritur çmimin e grurit, vajit të gatimit, plerave kimik për tokat bujqësore dhe energjisë. Kjo nga ana tjetër po kërcenon një krizë globale ushqimore pasi shumë vende mbështeten te Rusia dhe Ukraina për më shumë se gjysmën e importeve të grurit të tyre, duke përfshirë disa nga më të varfrit. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, shprehur se Rusia po bllokon portat e detit të Zi dhe detin Azov, duke mbajtur eksportet e ushqimit të Ukrainës nga tregu botror. Nëse për shkak të bllokadave ruse, ne nuk jemi në gjendje të eksportojmë ushqimet tona, të cilat mungojnë kaq shumë në tregjet globale, bota do të përballet me një krizë akute dhe të rëndë ushqimore dhe zibuke. Mungesa e produkteve ushqimore do të çojë në mënyrë të pashmangshme në kaos politik dhe rënien e shumë qeverive dhe rrëzimin e shumë politikanëve. Tashmë ju e shihni që ky kërcënim po afrohet, vetëm duke parë çmimet në rritje të produkteve bazë në tregjet globale dhe në disa shtete. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se Rusia po përdor furnizimet ushqimore si armë me pasoja globale, duke vepruar në të njëjtin mënyrë si në sektorin e energjisë. Ne jemi dëshmitar se si Rusia po bllokon furnizimet e saj energjetike, por kjo me të vërtet ka pasoja globale. Fatkeqësisht ne po shohim të njëjtin model që shfaqet në sigurinë ushqimore. Në Ukrainën e pushtuar nga Rusia, ushtria e Kremlinit po konfiskon rezervat e drithrave dhe makinerit. Për disa kjo solli kujtime nga një e kaluar e errët, kohën e kapjes së të korrave nga sovjetikët dhe uria shkatruese e viteve 1930. Anijet ruse në detin e Zi po bllokojnë anijet ukrainase plot me grur dhe fara lule dielli. Pasojat e këtyre veprimeve të turpshme mund t'i shohin të gjithë. Çmimet e bukës në Liban janë rritur me 70% dhe ndërgesat ushqimore nga Odesa nuk mundën të arrinin në Somali. Përpara Ramazanit, disa banorë në rajonin e lindjes së mesme kishin frikë se nuk do të ishin në gjendje të përballonin të njëjtat vakte pasi çmimet globale të ushqimeve u rritën për shkak të luftës në Ukrainë. Ndikimi i konfliktit, sipas Human Rights Watch, u ndje shumë shpejt nga popullsitë tashmë të cënueshme. Rusia i dërgoi aleatit e saj të Sirisë. Gjatë muajit të kaluar, rreth 100.000 ton grur të vjedhur nga Ukraina. Në një deklaratë për Reuters, ambasada tha se dërgesat përfshinin një anije me flamur rus, e cila u ankurua në portin kryesor detar të Sirisë, Latakia, në fund të muajit. Gjatë kësaj jave, një gazetar ukrainas sfidoi ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në një konferencë shtypi mbi akuzat se Rusia po vjedh nga Ukraina grur. Lavrov përsëriti deklaratën e tij se Moska po zbaton qëllimet e saj të deklaruara më parë. Nga mungesa e infrastrukturës adekuate, personat me nevojat veçanta gjithnjë më shumë kanë të vështirë lëvizjen e tyre me karrocë. Ertan Shakiri, njëri nga ata persona, shprehet se përpos neglizhencës së autoriteteve, edhe qytetarët me makina të vështirësojnë lëvizjen e tyre. Ertani dhe shumë persona tjerë me nevojat veçanta çdo ditë përballen me pengesë gjatë lëvizjes me karrocat e tyre nëpër trotuaret e rrugëve të Shahirit. Ju e pat vetë se si ballafaqohet një person me aftësi të kufizum. Këtu janë parku kerët, janë të pi kafe, janë të bo qefe dikush. Nuk mërziten as pak që ka persona me aftësi të kufizum. Çdo ditë e kaloj këtë rrugë. Çdo ditë e kam vështirë rrezik jetën. Po. Ndërsa Bejtullahu, krahas thirrjes që qytetarët të kenë kujdes gjatë vozitjes në rrugën kryesore, kërkon që të kenë rrugë të posaçme ku do të lëviznin lirshëm. Përditshmëria jonë kjo është. Rrugës kryesore me karroca rrezikojmë jetën tonë. Porosia ime do ishte për shembull që të angazhohet çdo njani që ka mundësi, na lehtësojnë pak neve që jemi me karroca, të kemi të paktën patekat tona, që të mos të rrezikojmë jetën. Pavarësisht sfidave të shumta, Ertani dhe pjesëtarët tjerë të shoqatës Sosbita janë shumë aktiv në këtë shoqatë, e cila është në shërbim për të gjithë personat me nevoja të veçanta.
Kompani të ndryshme nga rrethina e Shkupit vazhdojnë të hedhin mbetje ndërtimore në mini deponinë e Egër në Vizbek të Shkupit. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska thotë se inspektorët disa herë kanë dënuar individët të cilët janë kapur duke hedhur mbetje, por se të njëjtit shpesh herë dhe sulmohen në vendin e ngjarjes. Kompani private po e mbushin deponinë e Egër në Vizbek të Shkupit. Është vendosur dryni edhe një deri improvizuar, por kompanit gjejnë mënyrën sërish të gjuajnë mbeturina. Edhe pse është ndaluar hyrja dhe gjoba është prej 50 euro, shumë kompani private hynë brenda dhe gjuajnë mbetje ndërtimore. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska thotë se inspektorët kanë gjobitur kompani dhe individ të cilat i kanë kapur duke gjuajtur mbeturina. Nuk dha numër të saktë se sa subjekte ka dënuar, por vetëm tha se gjoba është prej 3.800 deri në 100.000 euro. Zato što price mi работим да делуваме по рамките на нашите надлежности. Ne punojmë dhe veprojmë deri aty ku i kemi ingerencat, por unë kam patjetër që t'i mbroj të punësuarit e mi dhe inspektorët të cilët dalin në teren. Në shumë raste janë të sulmuar në momentin që duan të dënojnë dikë, apo i kapin personat që po hudhin mbeturina, apo e ndotin mjedisin. Duhet që patjetër të parandalohet kjo që po ndodh. Hapat tonë të radhës janë që të gjithë ndotësit do t'i padisim. Ndryshe deponia gjendet mes komunave Shut dhe Butel. Nga komuna Butel thonë që deponit që i takujnë komunës së tyre i kanë pastruar, por se qytetarët e pandërgjeshëm sërish gjuajnë. Ndryshe para 2 viteve u mblodhën kryetari ministre për të treguar se ka filluar pastrimi i deponisë së Egër, por edhe pas 2 viteve ende nuk është pastruar. Përveç mbeturinave që hidhen, këtu shpesh heri vihet flaka deponisë. Me dekada kjo deponi e Egër ndot ajrin, por edhe paraqet problem për banorët të cilët jetojnë pak metra larg deponive. Sëmundjet e ndryshme në natyrë gjithnjë e më shumë po zhdukin bletët. Me një shqetësim të ngjajshëm shprehet edhe Zelfi Mustafa nga Koliçani e Epërm, i cili tashmë për vite të tëra merret me bletari. Do të ndjekim historinë e plot në vazhdim. Zelfi Mustafa nga Koliçani e Epërm është një bletar që e bën këtë punë me një pasion të pashterur. A i tregon se pasioni i tij për të marrë me bletari ka lindur që në fëmijërinë e tij të hershme dhe e ka trashëguar nga xhaxha i tij. Unë jam bletazhi, jo që gjetazhi shkur si thonon juan, mjaltazhi nuk jam, sa te ka 2 variante, ka në bletazhi, ka më në mjaltazhi. E ne bletet, alis kush i ka merak, me sheqer fort pak, unë dimojmë që atë në zaifteve, se ku vajt boje familje, se gjeta pa i bon, mbaj 40.000, 50.000 majza, një alë së nëbanë. E di për te, për veti mbaja, që ish me 15.000, 20.000 majza, ze mba mjalt. A i tha se prodhimi i mjaltit vitin e kaluar ka qeni dobët, ndërsa ky vit është më premtues. Se bletën para në herë duhet me e disht. E di ti është me raklit që ti dush, për dëmto, bletën e dëmtojnë mbas 7 mujve në fjalla, mbas kurrikut a julit, si i thonë ne. Atere, si i kanë dere të gjanda, dere duhet me ngushtav atere se gremzat shumë i dëmtojnë gremzat. Gremzat vën mbas njaltit, e i dëmtojnë. A gremzat kur hinë, para nere mbajtën domatini mbrenda. Masën dhe qire puni bënë. Mustafa tha se marrim subvencione nga shteti për bletari, megjithatë shpreh shqetësimin e tij rreth zhdukjes së bletëve, ku thotë se edhe ai vetë personalisht ka pasur humbje në krahasim me periudhën e mëhershme. Unë jam që kam si me të shumë humbje të gjetit. Unë të thëmë kam pas numër 107 sope tërmake në konëve në fjalla, kam ra me një numër 60 sopë. E para më ndohë 40 të kësur së ndajk mi hup. Për vite me radhë, shkencëtarët kanë ngritur shqetësimin e paksimit të bletëve, duke supërzuar si shkaktar kryesor, infeksionet e ndryshme, rritjen e urbanizmit, shkatrimin e habitateve apo përdorimin e shtuar të pesticideve. Nëse bletët do të zhdukeshin, lista e fruteve dhe perimeve që nuk do të mund t'i hanim, do të ishte shumë e gjatë. Në rastin më të keq, kjo do të përfshijë edhe produktet e qumshtit. Për rastin e 12 qershorit që shënohet si dita e çlirimit të Kosovës nga okupatori serb, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë ndëruar figurat emblematike që kontribuan për lirinë e Kosovës. Kryeministri Kurti premtoi drejtësi për viktimat e luftës.
Në Kosovë është përkujtuar 23 vjetori i çlirimit. Krerët më të lartë të shtetit, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, zgjodhen që të vendosnin kurora me lule në varrin e ish presidentit Ibrahim Rugova. Teksa uroi qytetarët për ditën e paqes, Osmani u shpreh se Kosova do të vijojë rrugën që nisën kontribuesit e lirisë. Shprehim falenderimin ton dhe përkushtimin ton për të ecur përpara në rrugën e atyre që e trasuan rrugën ton përpara për liri dhe pavarësi. Ndërsa kreu i qeverisë Albin Kurti premtoi drejtësi për viktimat e luftës. Si institucionet e Republikës së Kosovës nuk e harrojmë kurrë të kaluarën. Do të insistojmë e do të angazhohemi për drejtësi për të gjitha viktimat, për të gjitha dëmet, vuajtjet e humbjet që na u kanë shkaktuar dhe në këtë mënyrë bashkë me popullin e Kosovës, i cili është i jashtëzakonshëm, e kemi të sigurt dhe shumë më të mirë të ardhmen përpara. Më 12 qershor të vitit 1999, forcat serbe u larguan nga territori i Kosovës, ndërsa në vend hyn forcat e NATO-s dhe u rikthyen në vendlindje të larguarit gjatë kohës së luftimeve. Një valë të nxehtit ekstrem ka përfshirë një pjesë të madhe të Spanjës jugore. Cikloni Alex dhe një masë ajri shumë e nxehtë nga Afrika Veriore ka rritur në mënyrë të frikshme temperaturat të gati mbi 40 gradë Celsius, duke bërë qershorin muajin më të nxehtë. I nxehti pritet të zgjasë deri javën e ardhshme. Spanja po përjeton të nxehtin ekstrem në 20 vite. Temperaturat tepër të larta sipas meteorologëve janë bim mesatare në regjistruar për muaj korrik dhe gusht nga 1971 deri në vitin 2000. Ekspertët janë shprehur se vlerat të tilla mbi 40 gradë Celsius po bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe po fillojnë shumë më herët se zakonisht, pasi ky muaj parashikohet të kishte temperatura deri në 35 gradë Celsius. Vala e të nxehtit vjen si rezultati i ciklonit Alex dhe një masë ajri shumë e nxehtë mbi Afrikën Veriore, e cila pritet të zgjasë deri të martën e javës që vjen, dhe është e treta që prek vendin në kaq pak kohë. Hera e fundit që një valë të nxehtit ekstrem erdhi në Spanjë ishte në vitin 1981. Por kjo po shfrytëzohet mjaft mirë nga shitësit ambulant, të cilët po rrisin fitimet për biznesin e tyre të vogël, duke shitur ujë dhe pije të tjera freskuese, më shumë se zakonisht. I nxehti ekstrem ka prekur kryesisht Seviljen, luginën e Guadalquivir dhe qytetin Cordoba. Vala e të nxehtit mund të intensifikohet pasi temperaturat mund të rriten deri në 43 gradë Celsius në disa rajone të Spanjës jugore, por ky mot kaq i nxehtë pritet të shoqërohet edhe me erëra të forta dhe stuhi në disa pjesë të Spanjës sipas meteorologëve. Viti i kaluar ishte më i nxehti dhe më i thati në Spanjë, me temperatura që arritën një nivel rekord prej gati 47.4 gradë Celsius. Skuadra Struga Trimlum gjatë ditës së sotme ka shpërthyer bombën e kësaj merkato, teksa përmes një super video në mënyrë spektakolare ka prezantuar sulmuesin Besart Ibrahimi. Sulmuesi nga Kërçova Besart Ibrahimi i është të bashkuar skuadrës së Struga Trimlum. Lajmin për angazhimin e tij në ekipin e Strugës e njoftoi vetë klubi përmes një video që publikoi në rrjetin social Facebook. Pa dhënë shumë detaje, futbollisti Ibrahimi në një prononcim për Klan Maqoni premtoi se do të jep më të mirën për skuadrën. Është e vërtetë se me ekipin Struga Trimlum kemi arritur marrëveshje që në 2 vitet e ardhshme të mbaj fanellën me emblemën e këtij klubi. Premtoi se do të jap më të mirën që mundem që kjo skuadër të arrijë objektivat. Besart Ibrahimi ka një karrierë të bushme pasi është ndër futbollistë të rrallë që ka fituar titull kampion me dy skuadra shqiptare, këtu në Maqoninë e Veriut. Me Shkëndijën 3 tituj e di kupa, ndërsa me Renova një titull kampion në vitin 2008-2009, kur edhe ishte golashënuesi më i mirë i kampionatit. Skuadra e Strugës krahas angazhimit të Besart Ibrahimit ka vazhduar bashkëpunimin me Art Kasamin, ndërsa ditëve në vijim pritet që të ketë edhe lëvizje tjera. Struga Trimlum edhe në kampionatin e ri do të drejtohet nga Sergjan Zaharievski, ndërsa përgatitjet për sezonin e ri kanë caktuar të fillojnë më 23 qershor. Këto janë titujt e ditës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në lidhje me videon e publikuar një ditë më parë ku ironizon me kryeministrin Dimitar Kovacevski, duke prezantuar atë si kryeministër i ardhshëm i Bullgarisë Perëndimore. Në atë mënyrë Rama thotë se ka ironizuar blokadën e shëmtuar ndaj Maqedonisë së Veriut nga ana e Bullgarisë. Opozitarja VMRO DPMN kërkon dorëheqjen e Kovacevskit. Në Stamboll të Turqisë është mbajtur për herë të parë liturgjia e përbashkët mes Kishës Ortodokse Maqedonase, Arkipeshkvia e Ohrit dhe Patriarkanës Ekumenike. Me këtë liturgji të përbashkët i jepet fund përçarjes disa dekadeshe mes Kishës Ortodokse Maqedonase dhe asaj serbe. Në ditën e çlirimit të Kosovës nga okupatori serb, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë nderuar figurat emblematike që kontribuan për lirinë e Kosovës. Ata falenderuan të gjithë kontributdhënësit që mundësuan lirinë e Kosovës. Blokada në detin e Zi për shkak të agresionit rus po sjell kaos në ekonominë e shumë vendeve. Lindja e mesme, por dhe Afrika e Azia, të cilat varen nga Ukraina për drithrat dhe vajrat bimor, mund të përjetojnë zi buke nëse nuk marrin furnizime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është shprehur se kjo luftë për ushqimin mund të sjellë rrëzimin e shumë qeverive. Këtu përfundon dhe edicioni fundit informativ për sot në Klan Maqedoni. Natën e mirë.